Përshëndetje! Mirë se erdhët në Adolescent, sot kemi ardhur në qytetin e bukur të Pukës! Kemi Kea asje, që në këshme Pukur një herë. Faleminderit që na mirëpritet këtu në Pukë. Faleminderit juve. Kush është libri fundit që ke lexuar? Është i Baron me ne. Mbaron me ne dhe më kam lexuar. Çfarë Çfarë marrë ne kemë vllajin? E kam shumë të ngushtë, ndryshe nga çdo motër që thot vllajin e kam shumë strikt apo diçka kundër vllajin. Po, edhe kam fakt më përshtypje. Hobi im është të vizatoj dhe në kohën time më pëlqen të vizatoj, të lexoj libra, në kohë të ndaj kohë me familjen. Unë mendoj që kjo është protesta më paqësore që shqiptarët kanë bërë. Nuk po bën nga vetë qytetarët nga më të mëdhenjt. Nga më të Jo, vëllai. e ke gabim. Ju këtu në Pukë nuk dilni, ja? Jo, Okej, jeni pak të majt. në është Në përgjithësi. Tani ne po ikim drejt shkollës së Kleas, ku ajo kalon pjesën më të madhe të ditës. Mirupafshim nga Puka.